Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përparimi i Kosovës në agjendën e Bashkimit Evropian është penguar nga politikat e brendshme përçarëse dhe nga ngërçi politik pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, pavarësisht se Kosova është e përkushtuar në rrugën evropiane me nivel të lartë të mbështetjes publike. Vlerësimi vjen në një draft raport të progresit në pjesën për Kosovën për vitin 2024, të cilin e ka siguruar Radio Europa Lir. Në dokument përmendet se Kosova e ka përshtatur në mënyrë vullnetare politikën e saj të jashtme me atë të Bashkimit Evropian, çka sinjalizon përkushtim të qartë për vlerat e BE-s. Mes të tjerash në draft raport përmendet se Komisioni Evropian ka marrë hapat e parë drejt heqjes graduale të masave ndëshkuese. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. SPAK vijon komunikimin e akuzave për shkelje të barazisë në tendera. Pas marrësit pandehur të Ministres Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, raportohet se personat e tjerë të marrësit pandehur janë Gentian Gjyli, Eralde Lezi, Erviz Berberi, Jetmira Dervishi si dhe Mirzeta Kashica. Në SPAK u paraqit dhe kreu autoritetit rrugor shqiptar, Gentian Gjyli. Në njoftimin zyrtar, prokuroria e posaçme thotë se Balluku është marrë e pandehur dhe po hetohet për veprën penale shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike në bashkëpunim, hetim ky i bashkuar me një tjetër të nisur një vit më parë. Për zëvendës ministren Belinda Balluku e marrë e pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera për tunelin e Llogaras, tregoi dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla. Kemi qenë shumë qartë që kur nuk do të bëjmë komente mbi meritat dhe mbi çështjet që trajtojnë institucionet e drejtësisë. Këtë gjë e keni parë edhe në këtë moment dhe sa i përket edhe pyetjes tuaj, edhe ndërhyrjes nga kolegu, zyrtarisht Partia Socialiste e Shqipërisë nuk bën komente për asnjë çështje të veçantë. Partia Socialiste kërkon bashkëpunim me demokratët për zgjidhjen e çështjes së avokatit të popullit. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, kryetari i saj Tauland Balla tha se shumica ende nuk e ka një emër. Propozimi im në emër të grupit parlamentar të shumicës është që ajo që nuk ka ndodhur këto 3 vite, të ndodhi pra qoftë në komision, qoftë në konferencë kryetarëve, apo në një tryez tjetër si ta mendoj opozita, të ulemi dhe të zgjedhim avokatin e ri të popullit. Kandidatura për avokat populli duhet të përmbushi kriteret që u thash dhe t'i japi këtij institucioni kredibilitetin institucional që i takon. Nga kandidatura pritet të përmbush kriteret dhe t'i japi institucionit kredibilitetin që i takon. Të mos jetë debat në legjislaturën aktuale dhe kriteret të tjera, deri sot në orën 12 të natës, kanë të drejtën të depozitojnë, të shprehin interesin. Për buxhetin 2026, Balla theksoi se pritet që ta përmbyllen brenda 15 ditëve të para të dhjetorit për t'u lënë mundësinë dhe bashkive që të miratojnë pjesën e tyre. Ish kryeministri Sali Berisha rikonfirmoi qëndrimin e mbajtur për ngjarjen e 21 janarit 2011 ku vran 4 protestues dhe rolin e Gardës së Republikës. Pas interesimit të gazetarëve mbi rinisjen e hetimeve nga SPAK, Berisha tha se Garda veproi në përputhje me ligjin. Ndër të tjera, ish kryeministri demokrat sqaroi se zbardhja e çështjes është interesin e tij maksimal. Hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, sepse ajo ishte e qartë një agjendë, ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit me një agjendë politike për mbyshjen e pushtetit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.